Sepse lufta me Egjiptin në veçanti është një luftë shumë problematike për Izraelin. Okej, Izraeli mund të bëjë luftë me Sirin, me Libanin, me vendet fqinj që ka, mund të godasë edhe Iranin në distancë, po me Egjiptin puna është ndryshe, nga që me Egjiptin Izraeli nuk ka kufi, është shkretëtira e Sinai dhe Negevit që i ndan, dhe sikur, domethënë kanë ata persona që i njohin gjeografinë e atij vendi, apo sikur kanë deklaruar edhe shumë politikan izraelit në të kaluarën, një sulm masiv toksor me tanke dhe me makineri ushtarake nga ana e Egjiptit do ta shkatronte Egjiptin, do ta shkatronte Izraelin në mënyrë absolute, vetëm në rast se Izraeli do të përdorte bombën nukleare. Nga që është thjesht faktori matematik. Domethënë, izraelitët nuk bëjnë dot luftë urbane. Ne pam atë se çfarë ndodhi që rreth 1000 ushtar të Hamasin, nëse jam gabim për numrin, thyen ushtrinë jugore të Izraelit. Domethënë kur një milici sigur Hamasi thyen Izraelin, çfarë do mund të bënte Izraeli me një shtet prej, nëse jam gabim, mbi 100.000 banorësh, është e pa imagjinueshme. Por kuptohet që luftën me Iranin izraelitët mund ta vazhdojnë. Ata kanë një sistem të sofistikuar tunelesh edhe bunkeresh, sigur edhe në këto momente pothuajse gjithë shoqëria izraelite ka shkuar nën tokë, duke përfshirë edhe spitalet, qeverinë etj. etj. Izraeli është, domethënë, për ata që kanë vizituar, është një shtet miq, domethënë aty tamam sigur miq që jetojnë nëpër kanale, ata kanë një sistem shumë të paparë dhe të sofistikuar nën-toksor, dhe një luftë me goditje raketore me njëra tjetrën, unë besoj që Izraeli mund ta përballojë, edhe pse ajo është shumë stresuese për popullatën, por ata kanë infrastrukturën jo vetëm për të përballuar një luftë konvencionale, por edhe luftë atomike. Holc, ndërkohë vim pak në Shqipëri, të kam parë që ke qenë shumë i angazhuar në lidhje me protestat që kanë shpërthyer në Shqipëri edhe në diasporë. Si i vlerëson këto protesta në pikën ku kanë mbritur? Do edhe një prognozë të asaj që çfarë mund të prodhojë kjo protestë? Kjo ishte një protest si punë e asaj që thuhet që kur thuhet që bie rufeja në qiell hapur, është një protest që unë për veten time nuk e kisha parashikuar ndonjëherë që të ndodhi. Por ja që ndodhi, edhe është një protest e paparë. Por neve që e kemi ndjekur protestën, ajo nisi në datën në datën 30 maj, dhe nisi me incidentin e Zvërnecit, ku banorët e Zvërnecit po protestonin kundër kompanisë Xharet Kushneri, e cila i vuri gardin ishullit të Zvërnecit dhe e shpalli atë territor të tokë të xanun, sikur i quajnë veriorët. Dhe protesta e qytetarëve dhe ambientalistëve dhe sjellja kafshërore e erojeve të këtij projekti provokoi ditën tjetër, domethënë, nëse jam gabim në datën 1 qershor, atë protestë masive që ndodhi në qendër të Tiranës që po vazhdon deri më sot. Gjëja interesante në këtë protestë që ka qenë e paimagjinueshme ndonjëherë, është që shqiptarët, të cilët regjimi i Ramës i ka shkelur me këmbë në këto 13 vite, treguan që ata kanë shpërthyer dhe nuk mbahen, dhe shpërthimi ishte popullor, jashtë partive politike, dhe shpërthimi u drejtua drejt për drejt kundër influencës apo kapjes së shtetit nga Izraeli në Shqipëri. Për personat që kanë ndjekur mesazhet e protestuesve, pankartat, sloganet e tyre, sidomos në 2-3 ditët e para që ndodhi në Tiranë,
protestuesit u lërinin më të madhe poshtë Izraelin. Dhe në për posterat që ata kanë prodhuar, Edi Rama tregohet si një rabin çifut, edhe populli kërkonte që ta hiqte këtë rabin çifut. Dhe gjithashtu u prodhuan harta që tregonin fatin që mund të ketë Shqipëria nëse procesi i kapjes së vendit nga izraelitët do të vazhdojë. Po ata tregonin që Shqipëria mund të përfundojë pak a shumë sikur bregu perëndimor dhe Gaza, ku izraelitët e kanë kapur pjesë të gjithë Palestinën, derisa sot kanë krijuar një realitet të ri që Palestina nuk ekziston më. Pra, në shoqërinë shqiptare pas ka patur një ndjesi shumë të madhe kundër Izraelit, dhe më ka bërë përshtypje që këto parrullat anti-izraelite nuk janë hedhur vetëm nga myslimanët, sikur pretendon kryeministri Rama, i cili që nga dita e dytë e protestave sulmoi komunitetin mysliman, duke thënë që janë ta mysliman që po i bëjnë të gjëra. Por domethënë ky sentiment që kam parë popullor, dhe unë e kam parë, unë jam shumë larg, unë jam mbrapa diellit, domethënë unë jam në Indokinë, por edhe pse jam në Indokinë, duke komunikuar me njerëz, pothuajse për natë, biles jam shumë i lodhur nga intervistat që po kam, dhe kam parë, dhe duke parë parrullat që njerëzit kanë tjerë në rrugë tjerë, kam parë që në shoqërinë shqiptare, kjo shitja e shtetit që Rama i ka bërë izraelitëve, ka krijuar një ndjesi shumë të fortë. Nuk është vetëm zvërneci, i cili po jepet një familje të çfuta, familjes Jared Kushnerit dhe Ivanka Trumpit, por ndjesia shkon për gjatë të gjithë vendit, që nga për zaptimi i amfiteatrit të Durrësit nga baroni Nathaniel Rothschild, që nga videot apo intervistat, deklaratat që ka dhënë vetë Jared Kushneri dhe Ivanka Trump, ku ata tregojnë që atyre ju është ofruar nga Rama ishulli Sazanit në vitin 2024, gjatë një vizite me anije që ata me gjithë Lordin Rothschild i bën Sazanit, ku takuan edhe kryeministrin Rama. Pra janë shumë faktorë që janë mbledhur, që kanë ekspozuar një konspiraci çifute për të zaptuar sa më shumë nga asetet publike, por edhe private të shqiptarëve. Olc, ndërkohë... Një minutë, po. Më falë, ta mbaroj. Domethënë, dhe këto shihen ditën në diell, domethënë. Edi Rama, sidomos me këtë qeveri që ka, sigur ka deklaruar edhe avokati Altin Goxha, i ka 4 ministra që i ka agent izraelit. Që nga Ermal Nufi, që është ministri i mbrojtjes, te Toni Gogu, te Ferit Hoxha, që është ministri i jashtëm, e tjerë që janë të bindur jesmen të Izraelit. Kur ishte në datën 2, përpara 6 ditësh, ambasada izraelite përuroi krimin e një ferme diku në Fiera, në Lushnjë ku ishte, dhe njerëzit po çmerrohen me këto investime apo blerje masive që Izraeli, se në anën tjetër kemi edhe tregun e pronave, ku izraelitët janë duke bler toka, shtëpi, apartamente etj. Dhe do të përmendim faktorin ndërkombëtar. Se protestat e shqiptarëve, sidomos urrëtia që ata kanë kundër izraelitëve, që në ditën e parë kur u përleshën në Zvërnec, kur personat që ishin me profesor Sazan Gurin, kur përlesheshin me ta rojet, i quanin ata çiput, kur u prodhuan me inteligjencë artificiale një pamje e gardhit, ku thuhej këtu është Shqipëria dhe këtu fillon Izraeli. Dhe pastaj brohurimat në sheshin, në bulevardin Dëshmorët të Kombit nga qytetarët shqiptarë poshtë Izraeli, video që pjesëmarrësit aty i kanë ndarë me mua dhe unë i kam postuar në Twitter dhe kanë shkuar virale, dhe këto video më pas janë marrë nga gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe janë botuar gjithandej. Të gjitha, domethënë, vërtetojnë pa pikën e dyshimit që ne kemi të bëjmë me një, domethënë,
urrejtje popullore kundër shitjes së Shqipërisë që Rama po i bën izraelitëve. Olc, Për këtë arsye për këtë arsye unë jam edhe sulmuar nga një portal i kryeministrit Tirana Examiner, ku më quajnë si personi që jam personi kryesor që hap këto video edhe konspiraci që nuk janë të vërteta etj. Rama ka sulmuar që nga dita e dytë deri dje par dje, në veçanti xhamit, komunitetin musliman. Ai pretendon se Irani ka arritur të rekrutojë muslimanët e Shqipërisë, pretendoj që Irani i ka marrë nën kontroll apo penetruar shumë xhami, dhe ai domethënë është duke fajsuar në veçanti xhamit dhe muslimanët si personat që shndrojnë mbrapa kësaj fushate, por në anën tjetër komuniteti ndërkombëtar nuk e blen prallën e Ramës. Ne po kemi blogera e gazetarë nga gjithë bota që po vinë dhe po kontrollojnë dhe po shohin dhe po raportojnë. Megjithatë kemi dy lloj narrativash për punën e protestës. Në njërin anë është narrativa e vërtet që ka një urrëtie të hapur edhe popullore kundër Izraelit, biles ne patëm edhe një incident në protest përpara 3 ditësh, ku një grup protestueshës me krye atë Gent Frognin morën me dhunë drejtimin e protestës, edhe nuk lejonin njerëz që shajnë Izraelin që të merrnin fjalën, për cilën unë bëra 2 intervista, një me avokatin Zaçe Islami, një me gazetaren Gjergji Tanasi, dhe kjo e ka rritur edhe më shumë tërbimin, ndoshta me shikun apo me policinë sekrete të Ramës, e cila është munduar që ta manipulojë protestën. Por lajmi i mirë është që dje edhe para dje protesta u lirua dhe njerëzit filluan prapë ta shajnë Izraelin e nuk po i ndalon njëri. Edhe duhet të them që po ka disa narrativa. Qeveria e Ramës mundohet që ta injorojë protestën. Në anën tjetër protestuesit thonë poshtë Izraeli. Në anën tjetër ka njerëz sikur Albatros Rexhaj që dihet që ka lidhje të ngushta me Vlora Hysenajn, që thot protesta ishte antisemitike në ditët e para, po tani e kemi kuruar dhe vënë në kontroll, që thot shërbimi sekret po bën punën e tij. Dhe kemi pastaj një narrativ nga këto shoqatat që marrin lek, shoqatat ambientalistëve, të cilat po mundohen që ta tregojnë këtë sigurisht një protestë për pelikanin e kuq apo flamingon, sepse duhet kuptojmë që në këtë protestë ka shumë grupe, ka shumë interesa, ka grupe katolikësh, muslimanësh, ateistësh, konspiracionistësh, ka shumë grupe, po me rëndësi është që gjë që i bashkon gjithë shqiptarët është që ata nuk duan që t'i bidhet atë dheu tyre. Kjo është që i bashkon njerëzit. Dakord. Tani si e shikon fatin e kësaj proteste? Çfarë sugjerime shke që kjo protestë, domethënë, të mos mbetet thjesht një protestë që do të realizojë, po të kthehet në një energji për të ndryshuar Shqipërinë? Unë u shqetësova shumë para 4 ditësh, nga që unë identifikova një grup njerëzish që po e kapnin protestën, dhe pas hetimeve që unë bëra, unë gjeta që këta persona janë njerëz të infiltruar të fondacionit Soros dhe ambasadës amerikane, njerëz sikur mjaftisti Gent Progni, Andi Tepelena, apo ky antari i lëvizjes Adriatik Lapajt, Ilir Xhemalaj e tjerë, dhe unë e denoncova kapjen e protestës nga ky grup njerëzish, por ata u tërhoqën pasi bëra ato videot e mia. Tani, unë jam skeptik për të ardhmen e protestës për disa arsye. Arsye numër 1 se ne nuk kemi ndonjë agjentur të huaj që të vendosin një agjend. Se po të kishim për shembull Sorosin apo CIA-n amerikane, të cilat bëjnë ndryshim regjimi, apo shërbimin sekret gjerman, turk, iranian, apo francez, të cilët janë mjeshtra të revolucioneve portokalli, protesta me egërsinë e madhe që ajo pati në ditën e parë, ku mendohet që mund të ketë pasur deri në 100.000 protestues, sikur protesta të kishte një grup apo një agjentur, ajo do e kishte rrëzuar regjimin. Edi Rama tani do ishte në burg ose do ishte arrotesur nga vendi. Por, me sa unë kuptoj, nuk ka një grup apo një agjentur që ta drejtojë protestën, dhe ky është një problem i madh.
Se do të thënë duhet ta dim nga historia e njerëzimit gjithmonë kur bëhen revolucionet, pa bashkëpunimin e shteteve të huaja apo e agjenturave, është shumë e vështirë që protestat apo lëvizjet rebele të triumfojnë. Këtë e dim që nga revolucioni amerikan, të cilin e bëri shërbimi sekret francez dhe e bëri Franca hapur, nga revolucioni bolshevik, të cilin e bëri shërbimi sekret ushtarak gjerman, që sponsorizuan dhe dërguan Leninin, nga revolucioni Enver Hoxhës, të cilin e sponsorizuan britanikët dhe drejtuan Jugoslavë. Domethënë, për fatin e keq të shqiptarëve nuk ka ndonjë agjentur që të nxjisi në ndryshimin e regjimit. Dhe kjo çfarë sjell kjo, për mendimin tim unë e shoh që deri tani protesta domethënë është thjesht një shfryrje popullore, nga që nuk ka një grup inteligjent njerëzish që të bëjë atë që thot Marksi në Kapitalin, në manifestin e Partisë Komuniste, që duhen disa antar të borgjezi që t'i bashkohen punëtorëve dhe t'i drejtojnë ata për të ndryshuar regjimin. Apo më saktë në këtë protestë edhe nuk ka një grup apo një grup intelektualësh që të bëjnë atë që Lenini quan shtoderat, me atë shkrimin e tij të famshëm që boton në gazetën Iskra përpara revolucionit, ku thotë çfarë duhet bërë. Në anën tjetër, ky grupi i Prognitit Xhemalit me kompani, këta i kanë përzëm partitë politike, dhe për fatin e keq shqiptarëve nuk po kanë ndonjë parti politike që ta marrin kontroll lëvizjen. Pse fjala vjen partiet, sepse parti politike, po flasim për opozitën kryesore të vendit, është Partia Demokratike. Partinë Demokratike nuk e duan protestuesit, sepse ajo ka bërë shumë gabime. Biles Berisha, nga që Berisha ka si tropojan i rënë në Tiranë në kohën e Enverit, ai ka shumë kompleks inferioritet ndaj pushtetit, dhe ai domethënë i trembet shumë amerikanëve dhe izraelitëve. Ai bëri gabimin e tij fatal që ai e denoncoi protestën edhe doli në krah të Jared Kushnerit. Pra, Berisha është i djegur. Kjo partia e Arlind Qorit, këta kishin mundësi që ta merrnin këtë protest, por problemi është që këta i kanë përzën. Dhe këta nuk i lënë që të marrin protestën, dhe këta tani përqendrojnë larg. Nga që këta që morën protestën, se unë besoj se një grup ndoshta i drejtuar nga Vlora Hysenaj, nga Shiku, ose nga policia antiterrorit, ose nga struktura tjera të Ministrisë së Brendshme, u munduan përpara 3-4 ditësh që ta mbanin protestën dhe biles përpara 3 ditësh e kthyen protestën edhe në koncert, filluan duke këndu kënga, të nxjeshin Kalamoj dhe Knonin, që unë bëra një video, 2 video zaten që i kritikova, por që prej 2 ditësh protesta është kthyer në origjinalitetin e saj. Dhe dua të them që nga që nuk ka një grup të organizuar dhe të strukturuar dhe një person që e di se si bëhet revolucioni. Se domethënë çfarë po bëjnë protestuesit, ata po dalin në shesh, po thon poshtë Izraeli, Rama burg, Berisha burg, shajnë këtë Ramën me rob shtëpie, edhe ikin në shtëpi. Domethënë, protesta ka nevojë të përshkallëzohet, se domethënë Rama u tremb në ditët e para, kur pa egërsinë e qytetarëve, po pasi unë besoj ai ose Mosadi izraelit arritën që të fusin njerëzit e tyre